Të nderuar Dibran, Bulqizak, Klosjan, Matjan, mirë se keni ardhur në këtë miting madhështor në Dibrën e Kuvendeve, në Dibrën e Burnis, në Dibrën e Besës. Si Dibran i autorizuar nga të burgosërit politik dhe të përndjekurit politik të Dibrës, nga familjet fisnike të Dibrës që u shkatrun 4 breza nga Partia Komuniste që udhëhiqet sot nga Edi Rama, me lejoni t'i uroj mirëseardhjen gjenialit, Feniksit të konservatorizmit shqiptar, profesor doktor Berishës, mirë se erdhën Dibër, në Dibrën e Mendjes, në Dibrën e Burnis. Faleminderit doktor. Është fat për kombin shqiptar, është fat për antikomunistat shqiptar, që në kryet konservatorizmit kemi një Feniks që e ka emrin Sali Berisha. Në 97-ën, komunistat erdhën nga pushteti me forcën e anëve. Në 2005-ën, Feniksi u qu ma i fuqishëm, ma i madh, ma madhështor. Dhe bëri Shqiprin, antarët NATO-s. I dha Shqipëris pasaport europiane. Çfarë pasaporte do na japi ky ne? Vëllezër dhe motra, kjo 2005 me 2025-ën ka një gjë përbashkë. Në 2025-ën kemi kryeministër profesor doktor Sali Berishën. Ju bëj thirrje si Dibran, si përndjekur politik, si presidenti Unionit Burgosërve të përndjekur politik të mbarë Shqipëris, që më kanë autorizuar t'i premtoj doktor Berishës se antikomunistat shqiptar, konservatorët shqiptar, populli shqiptar do votoj njëshin. Do votoj kundra urrëties që ka instalua Edi Rama në politikën shqiptare. Do votoj njëshin që Shqipëria t'i bashkohet konservatorëve amerikan dhe presidentit Donald Trump. Prandaj, nga Dibra, e sigurojmë doktor Berishën se Dibra, Veriu, Malësia, Jugu, Labria, të gjithë do votojnë njëshin të shpëtojnë Shqipërinë. Njëshi shpëtoj Shqipërinë. Rrofsh doktor Berisha. Rrofshin Dibran, Bulqizak, Klosjan, Matjan. Lavdi shqiptarve kudo që janë, në diasporën çdo vend. Me 12 maj, le ta nisim vallën nga Dibra dhe ta përfundojmë Tiranë. Lavdi.